E parë mirëserdhje në Turqi, mirëserdhje në Istanbul, unë të mirëserdhje në Kadıköy. Por gjen akoma persona të moshës 60 vjeç e sipër që flasin goxha mirë, domethënë le të themi 60-70% shqipen. Shqiptarëve në Turqi i thrasin Arnavut. Po. Dhe ka disa zona lagje që quhet Arnavutkoj. Është fshati i shqiptarëve. Kush ka erdhi këtu përpara? Gjyshat, 120 vjet parë. Babai, nenja, motrat, unë, lindur e rritur Istanbul. Ju keni lindur në vitin? Këtu në Istanbul, 42. Me vjerin si kaloje ti? E mirë. E mirë, flisni shqip ju? Unë gjysmë... Kur erdhe nuse ato gatimet ti kishe mësuar nga mamaja, po erdhe i mësove në burri këtu? Mamaja edhe nga Vjera. Edhe nga Vjera? Ama më shumë nga Vjera. Të fliste shqip? Nuk fliste turqisht? Jo. I shikonin qupat e bukura e thoshin, Turi, mos lëvisja. Pastaj na martuan, zaten e vogël. O, 18 vjet më martuan. Sa vjetë u martove? Po shumë nxitove? Shumë. Apo të nxituan këta? Neve. Mos na merri një tyrk neve. Po mire ka pasur.